Në çdo valë tërësore, lëkundja është tingul me drejtimin e përhapjes së valës. Për shembull, në valët që përhapen gjatë një korde, elementet e kordës lëvizin në një plan tingul me kordën. Në një valë dritore që përhapet sipas drejtimit Z, vektori i intensitetit në fushë elektrike E është tingul me drejtimin Z. Nëse lëkundja e një vale tërësore mbetet paralele me një drejtim të fiksuar në hapësirë, vala quhet vale polarizuar linearisht. Mënyra më e lehtë për të vërtetuar polarizimin është ajo e shqyrtimit të valëve mekanike në një kordë horizontale. Nëse lëvizin njërin skaj të kordës lart e poshtë në drejtim vertikal, valët që gjenerohen në kordë janë të polarizuara linearisht, ku çdo element i kordës lëkundet në drejtim vertikal. Në mënyrë të njëjtë, nëse lëvizin njërin skaj të kordës sipas një drejtimi horizontal, lëvizja e kordës është e polarizuar në mënyrë lineare në drejtim horizontal. Pjesa më e madhe e valëve të prodhuara nga një burim i vetëm janë të polarizuara. Të tilla janë valët e përftuara nga një kord për lëkundjeve të rregullta të skajt të kordës, ose valët elektromagnetike të prodhuara nga një atom i vetëm ose një antenë e vetme. Valët e gjeneruara nga shumë burime zakonisht nuk janë të polarizuara. Për shembull, një burim i zakonshëm drite përmban miliona atome që gjenerojnë dritë në mënyrë të pavarur. Në një valë elektromagnetike, vektori i intensitetit të fushës elektrike E mund të zbërthehet në përbërës X dhe në përbërës Y, që ndryshojnë në mënyrë rastësore në kohë, meqense nuk ekziston ndonjë lidhje midis atomeve që gjenerojnë dritë. Dukuritë me anë të cilave mund të përftohet dritë e polarizuar, duke nisur nga drita e papolarizuar, janë përthithja, difuzioni dhe pasqyrimi. Disa kristale që ekzistojnë në natyrë nëse priten në forma të përshtatshme, përthithin dhe përçojnë dritën në mënyra të ndryshme, sipas polarizimit të vetë dritës. Këto kristale mund të përdoren për të përftuar dritë të polarizuar linearisht. Në vitin 1938, u përdori një fletë thjesht polarizatore të quajtur polaroid. Ky material përmban molekula të hidrokarburëve me vargje të gjata që kanë të njëjtin drejtim, nëse fleta gjatë procesit të fabrikimit investorat tërheqjes në njërin drejtim. Këto vargje bëhen përçuese të dritës nëse fleta zhytet në një tërheqësir që përmban jot. Kur drita bie në fletë me vektorin e intensitetit të fushës elektrike E, paralel me vargjet, përgjatë tyre gjenerohet rrymë elektrike dhe fleta përcjell energjinë dritore. Nëse vektori E është tingul me vargjet, fleta e përçon dritën. Drejtimi tingul me vargjet quhet boshti i transmetimit. Për thjeshtësi, supozojmë që kur vektori E është tingul me boshtin e transmetimit, drita përçohet e gjitha. Dukuria e përthithjes dhe riemetimit të mëtejshëm të rrëdhatimit quhet difuzion. Dukuria e difuzionit tregohet eksperimentalisht duke lëshuar një tubë drite dhe një enë të mbushur me ujë në të cilën hidhet një sasi e vogël qumësh pluhuri. Pjesët e qumshit përthithin dritën dhe e riemetojnë atë, duke e bërë të dukshme tufën dritore. Në mënyrë të ngjashme mund të bëhen të dukshme tufat lazer, duke futur në ajër grimca shkumsi ose tymë cigare që shpërhapin dritën. Një shembull tjetër i difuzionit të dritës është edhe ai i bërë nga grumbullimet e molekulave të ajrit si pasojë fluktuacioneve rastësore të densisë së ajrit. Ato kanë tendencë të shpërhapin dritën në gjatësi vale të vogël më shumë se sa dritën në gjatësi vale të madhe, duke bërë kështu që qielli të duket blu. Polarizimi me anë të difuzionit mund të shpjegohet duke bërë ngjashmërinë e një molekule përthithëse me një antenë dipolare elektrike. Antena emeton valë me intensitet maksimal në drejtim tingul me antenën e vektorit të intensitetit të fushës elektrike E, paralel me antenën, ndërsa nuk emeton sipas drejtimit të antenës. Këto fusha elektrike prodhojnë lëkundje në grimcën difuzive si në drejtimin OX, ashtu edhe në drejtimin Y, por jo në drejtimin OZ. Lëkundjet e grimcës difuzive sipas drejtimit OX prodhojnë valë drite përgjatë boshtit të Y, por jo sipas OX, drejtimi i të cilit është drejtimi i lëkundjeve. Për këtë arsye, drita që emetohet përgjatë boshtit të Y është e polarizuar sipas drejtimit OX. Në mënyrë analoge, drita e emetuar përgjatë boshtit të OX është të polarizuar në drejtimin OY. Kjo dukuri mund të vërtetet shumë thjesht duke analizuar dritën e difuzuar me anë të një flete polarizuese. Kur drita e papolarizuar pasqyrohet nga një sipërfaqe plane ndarëse e dy mjediseve, si për shembull ajri dhe ujë ose ajri dhe qelçi, konstatohet se drita e pasqyruar është pjesërisht e polarizuar.
Shkalla e polarizimit varet nga këndi i rënjës dhe treguesi i përgjigjes së dy mjediseve. Nëse këndi i rënjës është i tillë që rrezja e pasqyruar dhe ajo e përthyer janë pingule me njëra tjetrën, drita e pasqyruar është plotësisht e polarizuar. Kjo dukuri u zbulua për herë të parë në mënyrë eksperimentale nga Brewster në vitin 1812. Fal polarizimit të dritës së pasqyruar, çështjet polarizuese arrin të zvoglojnë në mënyrë efikase verbimin nga drita e fortë. Nëse drita pasqyrohet në një sipërfaqe horizontale, siç mund të jetë liqeni ose rreth mbi tokë, plani i rënjës së dritës është pingull dhe vektori i intensitetit të fushës elektrike E i dritës së pasqyruar ndodhet në një plan horizontal. Prandaj syzet polarizuese me bosh transmetimi pingull paksojnë verbimin nga drita e fortë, duke përfituar një pjesë të madhe të dritës së pasqyruar. Kjo dukuri mund të konstatohet duke vërtetuar me syze polarizuese një dritë që pasqyrohet dhe pastaj duke rrotulluar syzet në 90 gradë konstatohet se do të shihet më shumë dritë pas këtij rrotullimi.